nuk dini mjaftueshëm lidhur me UÇK-n dhe lidhur me atë çfarë UÇK-ja ka bërë gjatë gjithë luftës për të ditur në qoftë se akuzat me të cilat përballet zoti Thaçi në këtë gjykat janë të qëndrueshme apo jo. A e dini në qoftë se UÇK-ja ka identifikuar ndonjë si komandantin e vet? Përgjigjen jo, janë dijen intime. Nuk e ka menduar këtë në asnjë moment. Edhe mënyra se si e kam parë unë ngjarjet është që Çeku ka qenë personi përgjegjës. Pyetje. Këto nënkuptime që keni bërë në të gjitha provat tuaj, gjithë dëshminë tuaj sa i takon autoritetit, komandës, ndikimet, të gjitha kanë çuar në përfundimin edhe në paragrafin 52 të deklaratës që ju nuk besoni që do ishte e drejtë që ti atribuoj sjellje të tjerëve Hashim Thaçit. Këtë keni thënë, apo jo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje. Unë po i parashtroj qëndrimin tim që ju nuk dini mjaftueshëm lidhur me UÇK-n dhe lidhur me atë çfarë UÇK-ja ka bërë gjatë gjithë luftës për të ditur në qoftë se akuzat me të cilat përballet zoti Thaçi në këtë gjykat janë të qëndrueshme apo jo. Çfarë përgjigje keni ju për këtë qëndrim tonin? Përgjigje, kjo është një akuzë që është vetëm pjesërisht relevante për proceset e kësaj gjykate, sepse si komandant strategjik, jo, asnjëherë nuk kemi pasur mundësinë që të bëjmë kërkime dhe që të na vërtetohet ky qëndrim. Thaçi thjesht rezultoi që ishte person ambicioz, ishte person i artikuluar, i prezantueshëm, por sa i takon kontrollit pa diskutim që nuk ka pasur kontroll. Absolutisht nuk e kam parë një gjë të tillë, sepse këto element nuk kishin atë lloj strukture që do të kishte një organizat normale. Bëj fjalë për persona, grupe individuale që thjesht po luftonin për mbijetesën e tyre. Nuk ekzistonte asnjë lloj letre ku shkruheshin gjërat. Për shembull, nëse do shikojmë shembull historik, edhe besoj që shembulli më i mirë është shembulli i revolucionit amerikan. Pyetje, general nuk po flasim për revolucionin amerikan këtu. Nuk po flasim për asgjë tjetër, po përveç faktit në qoftë se ju e dini apo jo që akuzat ndaj cilave përballet ai janë të qëndrueshme apo jo. Përgjigje jo, akuzat nuk janë të qëndrueshme.